Kthimin e Serbi kushtoj shtrenjtë Ranko Tepavaqit. Serbi lindur në Bellopoj të Istogut u arrestua të enjtën në zonën e Kraljevës nga autoritetet serbe, e gjitha kjo në akuzën për spionazh. Por çka e vuri në lëvizje gjithë aparaturën shtetërore serbe. Shkak për këtë dyshohet të jetë një deklarat që Tepavaq u adhajtuesve të UNMIK-ut dhe policisë së Kosovës me 7 shkurt të vitit 2003. Faji Tepavaq, sipas autoriteteve serbe, është se dëshmoi për ngjarjen e 19 prillit të vitit 99, ku vran 23 burra shqiptar. Në një artikull të gazetës Zëri me 7 janar të vitit 2013 ishte publikuar dëshmia që Tepavaq e dha parajtuesve për krimet serbe 4 vite pas përfundimit të luftës. Gjatë luftës kur kam ardhur në Kalludrën e vogël jam njoftuar nga gjyshja se një grup i civilëve shqiptar është nisur këmbë dhe kam pritur deri në fshatin Malla Kolludra në malin Orlujak të këtij fshati. Këtë grup e ka jetuar fshatari Jovica Udvić. Menjëherë i ka ndalur dhe i ka urdhëruar që t'ia jepnin krejt paratë që kanë me vete dhe gjërat tjera me vlerë arin. Ata ja kanë dhënë me shpresën se Jovica do t'i lëshonte që të shkojnë për në Ulqin, siç kishin thënë civilët shqiptar. Pasi që mori parat, Jovica i ka urdhëruar që të vazhdojnë tutje, por menjëherë pasi ja kanë kthyer shpinën e ka zbrazur gjithë karikatorin në ta dhe i ka shqyer dhe vrar. Tutje atë botë 19 vjeçari dëshmoi për lidhje që Jovica Udvić kishte me forcat serbe. Disa njerëz të tjerë që ndodheshin aty kanë vrapuar për t'ju ndihmuar atyre, pasi që Jovica i kishte vrarë ndërsa njëri prej tyre ka shkuar dhe e ka lajmëruar rastin te policia, e cila menjëherë ka ardhur për të parë se çfarë ka ndodhur. Policia i ka urdhëruar këta njerëz që i kanë vrarë groposni. Jovica Udvić të njëjtën ditë pas dite ka marrë një çerre nga vjerri i tij i cili nuk ka qenë në shtëpi. Ai nuk ka treguar se për çfarë i duhej çerrja, ndërsa bashkë edhe me 5 njerëz të tjerë i ka ngarkuar kufomat dhe i ka groposur në një vend ku nuk ka lënë askush poshtë fshatit Malla Kolludra. Tepavaq ishte shprehur i gatshëm qysh në vitin 2003 për të treguar se ku gjendet varreza masive në Kalludër të vogël, por gjitha kjo me një kusht. A mund të na tregoni ku është varri? Po, por ju duhet të më mbroni. E 23 vjet pas kësaj dëshmie, autoritetet e Kosovës kanë filluar gërmimet në Kalludër të vogël të Zubin Potokut. Deri në mesditën e së premtes këtu janë gjetur mbetjet mortore të disa personave. Ndërkaq shteti serb dëshminë e Ranko Tepavaq, e cilësoi si vepër penale të spionazhit, për të cilën ju caktua dhe masa para burgimit deri në 48 orë, ku më pas do të dërgohet në prokurorinë e lartë publike kompetente në Kraljev.